Dashi, parashikimi për shenjën e dashit për muajin janar 2026, çfarë do na thotë energjia e tarotëve, si të jetë situata për shenjën e dashit për vitin 2026, si në punë, si në dashuri, si në fat, si në shëndet, si në biznesin e tyre dhe në karrierën e tyre. Dashut do ta fillojnë në fillimin e muajit me një ngritje ekonomike financiare, me përfitime të financave dhe do ketë një ngritje ekonomike financiare në financë, në qoftë se një dash ka biznesin e tyre do ketë përfitime të vogla ose mund të ketë një përfitim kolosal në biznesin e tyre, do kenë një dashuri pasionante vulkanike, mund të jetë një lidhje dashurie e re, mund të jetë një takim, një telefonat, një rikthim i dashur ose një rikthim partneriteti, ka nevojë për qetësi, për relaksim, do qetësohet nga ana shpirtërore, do gjej qetësi shpirtërore, duhet të ketë kujdes me persona që mund të jenë me dy fytyra, do jenë pak të mërzitur, të ulur të mërzitur, një hijenë impeme duke menduar, por universi do t'japi një dhuratë të bukur, pavarësisht që mund të jenë të kënaqur me mirësinë e tyre, me dashurinë e tyre, me karrierën e tyre, me besnimin e tyre, me lidhjen e tyre, por universi ka menduar dhe për një dhuratë të bukur për shenjën e dashit. Ka të bëjë me persona të çelikët, autoritar, do këshillohet, ka të bëjë me persona institucional, shikoj që do përballet me çështje institucionale, por në fund fare do gjej një qetësi shpirtërore dhe do gjej një realitet, do ketë rrugëzgjidhje. Nëse një dash ka çështje ligjore, çështje institucionale, do ketë rrugëzgjidhje, do i zgjidhë gjërat me kreativitet. Do gjykohet për marrëdhënie që kanë një pozicion të mirë, do rilindi diçka e re, ka Plutonin, që Plutoni do t'japi një energji pozitive, do ecin përpara, do rilindi diçka e re për shenjën e dashit, mund të jetë një epokë vjetër që po vdes një epokë vjetër dhe po rilindi një epokë e re, ose mund të jetë një cikël i ri për shenjën e dashit, mund të jetë një cikël i ri për shenjën e dashit, do ketë goxha ndryshime, do shikoj drejt horizontit të largët, do jetë shumë të fokusuar si në punë, si në dashuri, si në familje, si në biznesin e tyre, si në ortakët e tyre, si në miqësinë e tyre, do jenë shumë të stabilizuar. Një stabilitet në vitin 2026 për shenjën e dashit, do marri lajme të mira, çdo gjë do jetë e pasur nga ana shpirtërore, do gjej një qetësi shpirtërore, udhëtime të gjata nëse kanë menduar për të ikur jashtë shtetit, do bëjnë udhëtime, mund t'i bëjnë dhe udhëtime për shef, mund t'i bëjnë dhe çështje pune, por shikoj që ka gjëra pozitive, një energji pozitive shenjën e dashit. Mos marri opinionet të tjerëve, duhet të eci përpara. Nga ana financiare do jetë i plotësuar, i kompletuar, nëse në vitin 2025 një dash ka pasur një ulje, një ngritje të financës, do ketë një ngritje ekonomike financiare dhe do jetë një energji pozitive që nuk do ketë pengesa gjatë muajit janar, do ecim mbar. Në dashuri do jenë mirë, mund të kenë pak xhelozi ndaj njëri tjetrit, mund të jetë një çift i dashuruar që mund të ketë një lidhje dashurie ose mund të jetë një fillim dashurie e re, lajme të mira nga universi për shenjën e dashit, përfitime të vogla, do kenë rrugëzgjidhje në gjitha aspektet e tyre dhe në gjitha drejtimet e jetës së tyre, viza, pasaporta, dokumenta, do marrin përgjigje për po, nëse një dash ka të bëjë me çështje ligjore, do eci përpara, do marri përgjigje pozitive. Nëse një dash ka për të marrë një dokument që nuk e ka marrë dot në vitin 2025, nuk e ka marrë dot në vitin 2025 dhe thotë e kam pritur këtë dokument, në vitin 2026 do i bëhet dëshira realitet, do marri një përgjigje për po. Mund të jetë një dokument, mund të jetë një samë gjyqësore, mund të jetë diçka që po e pret, do marri përgjigje pozitive. Të gjithë një energji pozitive për shenjën e dashit, probleme shëndetësore nuk shikoj, mund të derdhin pak lot, po do jenë lot gëzimi, do gëzohen dhe do gjykojnë gjithmonë për marrëdhënien që kanë dhe kanë një pozicion të mirë, do rilindi diçka e re, kanë Plutonin që në momentin që do pungohet një dash, përsëri me energjinë e tyre, do shpërthejnë, do ecin përpara. Më vjen mirë
Më vjen mirë që një dasht në vitin 2026 do ketë një energji pozitive, do ketë një ngritje ekonomike financiare, shikoj një ngritje ekonomike, shikoj një energji të mirë të shenjë dashit, do jetë mirë si në punë, si në dashuri, si në fat, si në lidhjen e tyre të dashurisë, si në financë do ecë mbar. Ju uroj fat për juve të shenjës së dashit për muajin janar 2026.